Faleminderit për mundësinë. Gjithë mira. Tani jemi në një rast tjetër, është një rast shumë interesant, sepse është ai rasti që e diskutuam, e përmendëm tani në diskutimin që bëm me Ujvarën, e përmendëm dhe në fillim rëndësinë e prindit, se çfarë rëndësie ka prindi dhe se si prindi të mban kokën në vend kur familjen pjesën tjetër e ke kundër. Sepse kemi parë dhe nga kujtohet edhe tek historia e narcizmit me Dajën, që në një moment vepruan prindrit, se deri atëherë Daja kishte marrë pushtetin dhe në familje shqiptare, duke qenë se ne kemi jetuar shumë me njëri tjetrin edhe ndoshta edhe në një ambient, në të njëjtën shtëpi, kam pas shumë thënie dhe vazhdojnë akoma në shumë vende, ka fjala e pesha e gjyshit, e xhajës, e hallës, e këtyre domethënë akoma dëgohet në shumë familje, dhe është dëgjuar dikur akoma dhe më tepër. Në këtë vazhdën e gjërave pa sens që quaj unë. E tillë është dhe kjo histori. Në rast se nuk do të ishte për familjen e Violës, Viola mund mos ishte në shkollë, mund mos ishte edukuar, mund të kishte marrë jeta sa mund kishte marrë drejtim tjetër, po të dëgjonte gjyshin. Pra babain e Viola ishte baba i babit? Po, ishte babi i babit. Se nuk vendoste do të babi i mamit në shtëpi të prindërve të mi. Vendoste babi i babit. Okej, tani ti jetoje, po të thras me ti, sepse ju kam kështu si mikesha në këto orë të vona të gjithave. Viola, ti jetoje në një shtëpi me prindrit edhe me gjyshin? Jo, nuk jetonim në një shtëpi, po ishim shumë afër edhe vendoste për shumë gjëra, vendoste gjyshi edhe pse nuk jetonim në një shtëpi. Më thuaj njëherë fillimisht, për çfarë janë disa gjëra që kanë shënjuar jetën tënde nga ato çfarë ka thënë gjyshi, që ose ndoshta mund të kishin, nëse do dëgjohej gjyshi, mund të kishin ndryshuar komplet jetën. Çfarë janë disa gjëra që ai ka qenë totalisht kundër? Vetëm kjo pyetja jote më të merron. Edhe më rënqethet mishi se çfarë mund të kishte ndodhur, do ishte dëgjuar fjala e gjyshit ose do ishim bindur fjalës së gjyshit. Dua të di pse të smerron, çfarë mund të kishte ndodhur? Tani më të merron pyetja se çfarë mund të kishte ndodhur me jetën time, kush e di unë se ku mund të isha, me ç'burr do isha martuar. Pra gjyshi donte që të martoj. Çfarë donte ai për ty? S'donte shkollën? Po, nuk donte të shkoja në shkollë të lartë. Okej, donte që të martoheshe. Ishte një turp i madh që vajza të largohej nga shtëpia, të jetonte vetëm, pa u martuar ose të ikte jashtë shtëpisë. Ishte një turp i madh, ishte një përbuzje për familjen. Nga sikleti dhe ajo që ndjej, nuk më vjen as fjalët të them se çfarë ndjente gjyshi dhe xhaxhallarët kur babi ju tha se vajza do shkojë në shkollë të lartë. Ti ishe vajza e madhe familjes? Po, unë e kisha peshën më të rëndë se dy motrat e tjera. Çfarë thanë ato kur babi tha për shkollën e lartë? Si reaguan? Ka qenë shumë periudhe vështirë, jo vetëm për mua, por edhe për familjen time, sidomos për babin. Ishte shumë e vështirë. Babi thoshte, vajza do shkoj, ajo dëshiron, ajo do shkoj në shkollë të lartë, gjyshi jo se do na turpëroj, do na nxi faqen, më mirë të martohet, të krijoj familjen, nuk do me thënë kështu gjërash. Derisa pas shumë kohësh, do me thënë nga qershori që mbaroi gjimnazi, derisa fillonte shkolla e lartë, ka qenë kjo periudha e tillë, derisa gjyshi arriti në përfundimin që të thoshte, nëse ajo do shkojë në shkollë të lartë, nuk do jetë më mpesa ime dhe ti nuk do jesh djali im. Babi çfarë tha? Që faleminderit, do ta çoj. Babi nuk ktheu fare përgjigje, nuk I ka thënë asgjë. Thjesht ne vazhduam. Para se ai të thoshte këtë fjalë gjyshit, ti thoshte këtë fjalë, babi ka thënë, ajo është vajza ime dhe po bën diçka, unë mendoj se ajo po bën diçka të duhur për jetën e saj, për veten e saj.
Dhe nëse ajo e dëshiron dhe unë e logjikoj të duhurën, ajo do e bëj. Dhe do vendos unë për vajzën time, nuk vendos do ti nuk më ke pyetur mua se çfarë ke bërë ti me vajzat e tua, i ke martuar, do më thonë, ka marrë edhe, më vjen shumë keq ta them këtë gjë, se kur paguan diçka, ajo quhet shitje, quhet blerje, ka marrë rishfet nga njerëzit që ka martuar vajzën e tij, do me thënë hallën time, që e gjithë jeta i ka shkuar e zez. Edhe babi tha, ajo është vajza ime dhe vendos unë për të, nuk vendos dot ti. Edhe pastaj gjyshi tha këtë fjalin që nëse ajo do shkoj, nuk është më mbesa ime dhe as ideali im. Dhe që atëre nuk folën më? Çfarë ndodhi? Për një periudhë shumë të gjatë, derisa unë mbarova shkollën e lartë, nuk na ka ardhur gjyshi për festa në shtëpinë tonë asnjëherë. Vetëm gjyshja vinte, edhe shumë e vrarë, e mërzitur. Kur unë mbarova shkollën e lartë, me nota të mira, u futa edhe në punë si mësuese. Atëherë, pastaj kur dëgjonte fjalë të mira për ne, ai vinte si me turp në shtëpinë tonë, me kokën ulur, dhe kjo ishte krenaria më e madhe për mua edhe për prindërit e mi. Gjyshi vinte me kokë ulur, the si në turp, që shoh dje një lloj kështu si dëgjësimi. E tha ndonjëherë kështu me... E di që ne kemi të vështirë shqiptar të flasim shumë, por... Absolutisht jo, nuk e ka pranuar kurrë. Po xhaxhallarët ishin pjesë të kësaj ftoje? Normal, ata nuk kanë vajza, do me thënë kanë vetëm djemë, edhe kishin shumë të thjeshtë të t'i shanin vajzat, t'i ofendonin, të nxirrnin nga goja çfarë do lloj fjale ofenduese. Po, se menduan, tani, që të kuptoj, ti i rritur në një provincë, në një qytet të vogël? Po. Se e ndjeva kur the që si do iki nga shtëpia, do me thënë ti do vije, kishe fjalën për në Tiranë. Po. Pra, se gjyshi thoshe si do ikësh ti në Tiranë, do vazhdo shkollën këtu e do rish këtu. Se bësh edhe pjesë... Të largohesh nga familja, pa u martuar, se vetëm me martuar mund të largohej vajza nga familja. Po, se ndryshe je për dal, apo jo? Po. Qofse do jetosh femër vetëm në Tiranë. Po. Po në lidhje me burrin, me partnerin, çfarë a janë përpjekur familja e gjyshit e tu që të gjejnë një burr të ndërhyjë në këtë pjesë? Po, shumë. Po nuk kam lejuar. Po babi çfarë thoshte për këtë pjesë? Ai kur nuk na ka thënë asgjë, do me thënë, ai e ka vuajtur shumë vetë këtë pjesë, duke u munduar të na mbrojë neve. Dhe kjo më vret jashtëzakonisht shumë. Po roli mami në këtë histori si ka qenë? Absolutisht për krah babit, e ka madhuruar gjithmonë lidhjen e tyre mes njëri tjetrit. Edhe lutesha që edhe unë të kem një lidhje të tillë me burrin. Juna. Po, Viola, kur flet më jep një lloj qetësie dhe nuk e di, domethënë që reflekton të qetësi dhe mund ta them që vjen nga ajo se si është marrëdhënia baba-bi në përgjithësi dhe jep një lloj sigurie emocionale shumë të fortë fëmijës, edhe qëndrueshmëri në vendime, dhe duket se ti e ke ndjekur, ka arritur deri në pikën ku e kishe menduar të arrije fal kësaj sigurie që të ka përcjell babai yt. Ndoshta me shumë forcë ose me shumë sforco, si mund ta themi, ajo është menduar të krijojë një lloj sfere mbrojtëse për ju, dhe t'ju lejoj ju të zhvilloheni në mënyra siç e the ti, të logjikshme sipas ti si prind, duke lënë anash prindin e tij. Mos krijonte ose mos shkonte me influencë tek ju. Duket sikur edhe ai e ka mbrojtur veten gjatë rritjes vet, jo vetëm ju, domethënë përderisa ka arritur të krijojë koncepte të tilla dhe na përcjell dhe neve një ide përmes këtij programi se si mund të zhvillohen edhe njerëzit e tjerë. Domethënë, çfarë është e dëmshme logjikisht të lihet jashtë shtëpisë.
gjë të cilën e ka bërë babai yt, sikurse mund ta bëjnë dhe shumë njerëz të tjerë për të mbrojtur fëmijët, po së pari të veten. Sa ai këtë ide më jep që ka mbrojtur veten përderisa ju ka arritur të mbrojë edhe juve, ose ka punuar me veten në atë realitet që s'ka qenë i lehtë të jetonte. Absolutisht që e ka pasur shumë të vështirë. Pra ju ka treguar se si e ka arritur, domethënë të largohet prej gjykimeve të tjatit, dhe pse ka qenë një burr, ndoshta e ka pasur më të lehtë të zhvilloj veten, por sidoqoftë ka pasur dhe ai barrierat e veta, se para gjykimet aty fillojnë. Unë jam prind vet, kam një vajzë, edhe tani e mendoj më ndryshe dhe e kuptoj më shumë, e ndjej më shumë se çka përjetuar babi. Unë nuk toleroj asnjë të më ofendoj vajzën, të më shaj vajzën. Kushdo qoftë, unë nuk e di, unë bëhem më bish se babi, nuk kam atë urtësinë që kishte babi, po nuk e di, bëhem me thonjë do luftoja për fëmijën tim. Ti e ke më të lehtë tani sepse është një epokë tjetër, është një sistem tjetër, edhe e ke më të lehtë që të ngrihesh dhe ke duar trokitesh nga shumë njerëz që se ngrihesh të mbrosh fëmijën. Kurse e para mua njerë më duket sikur ardha jote sot këtu është një letër për babin, dedikim për babin më shumë sa për gjyshin. Kështu më duket mua, ti doje që të nderoje babin tënd në një lloj mënyre. Absolutisht që po. Meqense dhe nuk jeton më, dhe babai yt e ka pasur më të vështirë sepse tek burri është edhe ajo që quhet sedra e burrit, dhe sedra dhe marrëdhënia e familjes, që si në kryeqytet ashtu edhe në provinca është e fortë edhe është shumë e vështirë, sidomos për burrin që të shkëpus marrëdhëniet me prindin, se me vëllezërit edhe ka ndodhur shumë shpesh, por që me ato. Ky është mendimi. Dhe sidomos kur ka dhe gjithë familjen kundër, do të thotë vëllezërit e këto, kështu që babi yt e ka pasur më të vështirë dhe bravo i qoftë sepse i ka qëndruar, ka vënë prioritet, ju ka vënë juve. Për mendimin tim, duke pasur një edukat të tillë nga prindërit e mi, është gjëja më e pavënd, nuk di çemër t'i vë, nëse burri e ruan sedrën për të dëmtuar shpirtin e tij që është fëmia. Dhe këtë e bëjnë shumica e shqiptarëve dhe është gjëja që urrim më shumë. Është e vërtet në fakt, edhe e tha dhe Jona, po e përmend edhe një herë këtu sepse kam të shkruar që 70% fëmijët që kanë një prind mbështetës kanë 70% më pak gjasa të zhvillojnë trauma afatgjata. Është statistika. Është goxha numri i lartë 70%, domethënë sa e rëndësishme është prindi, dhe kështu që ti ke qenë e bekuar me këtë baba që vuri para fëmijën, sepse ne kemi dhe historinë që do vim më pas që është e kundërta. Dhe aty po të dëgjosh dhe historinë dhe dëgjosh gjatë transmetimit që të ndjesh 2 fish më e bekuar, ti patjetër që njeh dhe histori të tjera, po të ndjesh 10 fish më e bekuar që ke këtë baba dhe të ka shpëtuar, sepse po të dëgjonte gjyshi ti do ishe martuar me njeriu që nuk do. Shumica e shoqeve të mia kanë pasur burra që i kanë keq trajtuar, lloj historish të tmerrshme. Që kam një pyetje, Jona, meqense jemi te kjo pjesa e keq trajtimit. A ka të bëj për zgjedhja e një mashkull, nëse babai ka pasur të ka trajtuar me respekt ty si grua, si femër, dhe të ka mbështetur në lirinë dhe identitetin tënd? A është kjo shumë e rëndësishme edhe në përzgjedhjen ose në shmangjen e dhunës? Tash se ai që mund të dalë i dhushëm ti nuk e di, këtë mund të jesh edhe nga i familje, por që të paktën menaxhimit ose ka shumë ndikim, sepse babai është figura parë e mashkullit që ti ke kontaktin edhe të mëson se si duhet të trajtohesh. Siç e tham, fakti që sjell një siguri të madhe tek fëmia, vetëm ajo mbështetja ose ti japësh një formë respekti vajzës që në fillim i mëson asaj shumë kritere, shumë standarde që ti marr edhe në marrëdhëniet e saj me meshkuj të tjerë. Patjetër. Vjola, unë falenderoj shumë për historinë. Kjo ishte një mesazh shumë i mirë, do të thënë erdhe në një formë siç thash ti, erdhe për një dedikim për babain tënd,
që të ka shpëtuar ty nga një, siç sapo e diskutuam, të ka shpëtuar ty nga një devijim apo një devijim, një rrugë tjetër që mund merrte jeta jote që nuk do të ishte ndoshta aq e bukur, e qetë, e paq sa që ishte shumë larg. Do ishte shumë larg. Do ishte shumë larg edhe kjo falë edhe prindërve të tu. Ishte kjo histori më shumë një leksion edhe për të tjerë, për prindërit e Jo tjerë. se nuk ekziston, Dalina. Ekziston patjetër. Ekziston sepse unë shikoj, domethënë, sidomos familje që jetojnë me prindrit brenda, me vjerin, me vjerën, kanë gjithmonë konflikte të tilla ku ata kërkojnë dominancë në familje. Vjera dhe vjeri. Po. Dhe ka trajtime të njëjta siç referon edhe Viola në Më bën përshtypje për vjerin se më duket sikur vjeri nuk ka më dominancë sa vjera. në varësi të Më fal nëse ju ndërpres, po jeta mamit nuk ka qenë, domethënë, aq e lehtë nga gjyshi, ë. Po patjetër edhe babi rrugës e mësoi. Po normal, po nuk ka qenë as pak e thjeshtë. Mos të kishte babin, nuk e di, mos të ishte babi I tillë, nuk e di se çfarë mund të kishte ndodhur me lidhjen e tyre. Një pyetje, gjyshi sa vjeç ishte në atë kohë? Ndoshta 60. Okej, ka qenë në formë. Po. Aq, më pak se 60, pak më shumë se 60. A ishte ekonomikisht mirë? Kishte fuqi ekonomike? Po, kishte. Ishin mirë. Okej, se këtë ka të Edhe bëjnë... gjyshi, edhe xhaxhallarët, edhe babi ishin mirë. Okej. Po thjesht mentaliteti se do shaheshim, do me thënë, jo se nuk kishim mundësi ekonomike, po ne kemi qenë shumë fëmijë edhe normal, unë mezi po rris një vajzë, jo babi 5 fëmijë, babi dhe mami 5 fëmijë, e kishin shumë të vështirë dhe të gjithë jemi shkolluar, jemi me poste të larta dhe të jenë 3 fëmijë njëkohësisht në shkollë të lartë nuk është as pak e vështirë dhe larg shtëpisë. Po prap ja dorët edhe prap keni, siç thash, keni një bekim. Vjera, falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Faleminderit për historinë e bukur. Të ketë sa më shumë baballar të tillë. Ka pa dyshim, Si por ja babi. vjen ti edhe thua dhe kështu që se ndonjëherë në këto histori dramatike kemi dëshirë që këto qarkullojmë më shpesh, jo historitë e lumtura, bëhen më virale, kështu që janë historitë si e jotja dhe të tjera që ne do të cillim gjatë programeve, që do ta bëjnë të dukshme edhe atë pjesë. Se njerëzit pa halle nuk flasin shumë, janë ato që kanë historirat që duan të tregojnë hallet, por patjetër që ka baballar fantastik se përderisa babai ka baballar shumë të mirë, se tash përderisa ka gratë mençura dhe zonjat e tafta, domethënë her pas here kanë edhe babain. Kam pasur një Shumë të baba mirë. të mirë. Që ka arritur.